dhe analizuar bashkarisht dinamikën dhe luftrat që ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit mes Mateos edhe Rogertit. Kërcënime që erdhën ditën e djeshme nga Rogerti kundër drejt Mateos kanë ngritur diskutime të mëdha jashtë shtëpisë. Siç duket, familjarët janë shumë të prekur të Mateos për formën se si Rogerti kërcënoi Mateon me të gjithë çunat e marrësisë apo me të gjithë shoqërinë e tij që do të shkonte tek palestra e Mateos për t'u sqaruar dhe për të ndarë hesapet në një farë mënyrë. Tani, reagimet e mëdha janë duke më pyetur mua, më shkruani në TikTok, në Instagram, pse nuk reagon produksioni. Unë mendoj që produksioni e ka në interes këtë zënkën edhe një javë, sepse është java e fundit ku ky Big Brother më do të mbyll dyert për gjithmonë, flas për të sezon. Dhe normal janë duke u munduar që t'ja marrin edhe atë ajkën e mbetur këtij Big Brotherit dhe normalisht nuk reagojnë. Por është e teprueshme ofendimi që bëhet kundër drejt Mateos. Unë mendoj që ofendimi kundër drejt Mateos ka nisur kohë më parë. Tani produksioni gjatë prajmit të së martës nxori një video, domethënë kishte bërë një përmbledhje. Edhe gjatë prajmit të së shtunës, gjasme që Mateo për shembull kishte ofenduar Mirin pafund, kishte ofenduar Rogertin, por nuk i dha nxjerr videot ku Rogerti ja përmendi motrën Mateos. Domethënë që ja kërkoi motrën, që ta prekësh shqiptarin në motrën është gjëja më e keqe që mund të bësh, pasi që Rogerti mbahet kaq shumë shqiptar dhe ai ka ato tradita. Unë mendoj që Rogerti, përpos ofendimeve dhe kërcënimeve që bën kundër drejt Mateos, Rogerti ka arritur të kupton që Mateo nuk është një personazh i thjesht brenda. Pa marrë parasysh aludimeve e amencimeve që Rogerti është duke hedhur ditë dhe natë si hipoteza të ndryshme brenda asaj shtëpie që Mateo mund ta ketë bler çmimin e madh, Mateo mund të ketë bler votat. Rogerti thellë brenda vetes së tij ka arritur ta kupton edhe këtë famën e madhe, këtë dashurinë e madhe, këtë mbështetjen e madhe që Mateo ka krijuar jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Dhe mendoj që kjo gjëja Rogerti nga filluar që ta trëmb dhe i jep një lloj energjie të frikshme Rogertit se si unë mund të dalë dhe se si unë mund të komentohem jashtë, apo unë duhet të luaj deri në fund që ta nxjerr Mateo nga vetja. Unë them që ofendimet e Rogertit nuk janë ofendime të adresuara kundër drejt Mateos. Ai tha dje që unë do largohem këtu se ndoshta do të dal nga vetja, do ta ra Mateon. Unë e dëgjova me vesh të mia në momentin që grindeshte me Mateon, ishte i ullur në verandë. Rogerti tha që të çohem për këtu, ishte edhe Selina aty afër ullur, se do ta ra Mateon, do të dal nga vetja. I bie që Rogerti e ka me shumë inat këtë lojë dhe do ta fiton dhe patjetër. Unë mendoj që Rogerti ka arritur ta kupton që nuk do të jetë fituesi këtij Big Brotherit, ka arritur ta kupton që Mateo ka vërtet një mbështetje të madhe jashtë, edhe dëshiron që gjën e vet ta çon deri në fund. Tani produksioni nuk reagon sepse ka interes, edhe një javë ka mbetur nga kjo gjë, dhe në fund të ditës unë mendoj që produksioni do të godet në fituesin. Rogerti të gjithën këto kërcënimin e bën vetëm e vetëm për ta nxjerrë Mateo nga vetja, që Mateo të reagon, që Mateo të del me zar të zi nga shtëpia dhe Rogerti ta ketë rrugën pak më të hapur drejt fitores së madhe sepse ndjen veten të kërcënuar.